Përhapja e zonave të infektuara nga sëmundja e murtajës, e cila prek bagëtinë e imët, ka vënë në alarm institucionet shtetërore, të cilat po veprojnë për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të virusit, në mënyrë që të mos ketë më shumë dëme tek fermerët. Murtaja e ruminantëve të vegjël është prezente thuajse në të gjithë Shqipërinë, me vatra të cilat janë mbyllur, por edhe me ato që janë aktive. Për të parandaluar sa më shumë përhapjen e kësaj sëmundje, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka ngritur pika kontrolli në akset nacionale. Sipas këtyre dy institucioneve, ky aksion është ndërmarrë për monitorimin e tregjeve dhe akseve rrugore për të mos lejuar tregtimin e kafshëve të imta, delet edhe dhitë për shkak të përhapjes së sëmundjes së murtajës. Pika e kontrollit është pozicionuar tek ura e ulzës për të ndaluar të gjitha kafshët e imta të mos shkojnë në tregun e gjës së gjallë në Milot, apo e kundërta, që të mos vinë nga ky treg dhe të futen në qarkun Dibër. Pikat e kontrollit janë në të gjithë qarkun Dibër dhe me ndryshim të vendqëndrimeve, në mënyrë që të mos lejohet asnjë lëvizje të imtave deri në një urdhër të dytë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.